Ka diçka thellësisht të frikshme në Shqipërinë e sotme. Prindërit po e çojnë fëmijën në shkollë jo më me qetësinë e dikurshme, por me një ankth që rritet çdo ditë. Një ankth që nuk lidhet vetëm me aksidentet, pollizimin apo dhunën mes të rinjve, por me ndjesinë se shteti mungon pikërisht aty ku duhet të ishte më i fortë, pranë fëmijëve. Çdo mëngjes para shkollave shqiptare krijohen të njëjtat skena kaotike. Trafik i çmendur, mungesë kontrolli, persona të panjohur që qëndrojnë pranë kangjëllave, prindër të alarmuar dhe institucione që reagojnë vetëm pasi ndodh tragjedia. Premtimet për siguri shtesë, kamera funksionale, psikolog, oficer sigurie dhe patrulla pranë shkollave janë kthyer prekosh në slogane boshe politike. Shqiptarët e kanë dëgjuar pafund retorikën për shkollën e sigurt, për investimet në arsim dhe për mbrojtjen e nxënësve. Por realiteti në terren është krejt tjetër. Mjafton të ndalosh pranë shumë shkollave në Tiranë apo qytete të tjera për të parë mungesën totale të kontrollit. Në shumë raste pranë ambienteve shkollore qëndrojnë individ të panjohur, njerëz që nuk kanë asnjë lidhje me institucionin arsimor, sepse askush nuk pyet kush janë, pse ndodhen aty dhe çfarë kërkojnë. Në një shoqëri normale, siguria e fëmijëve do të ishte vijekuqe absolute. Tek ne, ajo trajtohet si një çështje që diskutohet vetëm pas ndonjë ngjarjeje tronditse. Vetëm atëherë dalin ministrat. Bëhen mbledhje urgjente, premtohen masa dhe transmetohen deklarata televizive me tone dramatike. Pas disa javësh gjithçka harrohet dhe rutina e rrezikshme vazhdon. Prindërimi sot në Shqipëri është kthyer në një sfidë psikologjike. Prindërit nuk kanë më frikë vetëm nga droga, rrjetet sociale apo dhuna mes adoleshentëve. Ata kanë frikë nga ndjesia se askush nuk po kontrollon realisht mjedisin ku rriten fëmijët e tyre. Frika lind pikërisht nga mungesa e informacionit, mungesa e transparencës dhe mungesa e shtetit. Kur institucionet heshtin, njerëzit fillojnë të dyshojnë për gjithçka. Çdo person i panjohur pranë një shkolle kthehet automatikisht në burim ankthi. Çdo lëvizje e pazakont perceptohet si kërcënim potencial. Kjo është pasojë direkte e një shteti që nuk ndërton besim. E kur besimi bie, frika zë vendin e tij. Në vend që të ketë patrulla të dukshme policia, kontrolle reale dhe monitorim serioz pranë shkollave, shumë institucione mjaftohen me postime propagandistike në rrjetet sociale. Edhe kur premtimet e ministres së arsimit Mirela Kubaro për shtim të pranisë së policëve pranë shkollave kanë mbetur për shumë prindër vetëm deklarata televizive pa ndikim real në terren. Në shumë zona, mungesa e efektivëve pranë institucioneve arsimore vazhdon të jetë e dukshme, ndërsa shqetësimi i prindërve rritet çdo ditë. Ndërkohë prindërit vazhdojnë të jetojnë me pyetjen më të frikshme që mund të ekzistojë. A është fëmia ime i sigurt? Shqipëria është bërë eksperte në reagimin pas tragjedive. Ne nuk parandalojmë. Ne presim goditjen dhe më pas bëjmë sikur të rënditemi. Kjo ndodh me sigurinë rrugore, me krimin, me drogën, me dhunën në familje dhe tani edhe me sigurinë e fëmijëve. Shoqëria jonë është futur në një gjendje mpirje morale. Jemi mësuar të jetojmë me pasigurinë, me kaosin dhe me idenë se shteti është gjithmonë një hap pas problemit. Kjo është arsyeja pse çdo ngjarje e rëndë na kap të papërgatitur. Ne nuk ndërtojmë sisteme mbrojtjeje. Ne ndërtojmë justifikime pasi ndodh fatkeqësia. Dhe pikërisht këtu nis problemi më i madh, mungesa e përgjegjësisë. Kur premtohen masa sigurie dhe ato nuk realizohen, askush nuk mban përgjegjësi. Askush nuk del të thotë pse mungojnë patrullat, pse shkollat nuk monitorojnë siç duhet, pse komuniteti nuk informohet dhe pse prindrit lihen në errësirë. Një shtet serioz nuk matet me fjalime apo fasade propagande. Ai matet me aftësinë për të mbrojtur më të pambrojturit. Dhe nëse prindërit ndjehen të pasigurt kur çojnë fëmijët në shkollë, atëherë kemi dështuar si institucione dhe si shoqëri. Ndoshta problemi më i madh nuk është vetëm mungesa e policisë pranë shkollave. Problemi më i madh është se jemi bërë të pandjeshëm ndaj rrezikut derisa ai troket në derën tonë. Vetëm kur ndodh tragjedia fillojmë të bërtasim, të kërkojmë fajtor dhe të bëjmë analiza televizive. Por atëherë është vonë. Fëmijët nuk kanë nevojë për deklarata, ata kanë nevojë për siguri reale. Prindërit nuk kanë nevojë për propagandë, ata kanë nevojë për shtet. Dhe nëse vazhdojmë të sillemi sikur gjithçka është normale, do të vazhdojmë të zgjohemi vetëm pasi e keqja të ketë ndodhur. Kjo është drama më e madhe e Shqipërisë së sotme. Një vend ku njerëzit ndjehen vetëm edhe kur janë të rrethuar nga institucione që teorikisht ekzistojnë për t'i mbrojtur. Në Shqipërinë e vitit 2026, frika është bërë pjesë e përditshmërisë së prindërimit. Dikur prindi shqetësohej nëse fëmia kishte ngrënë mirë apo kishte mësuar mësimet. Sot shqetësimi fillon që në momentin kur ai del nga dera e shtëpisë. Kush e pret jashtë shkollës? Kush lëviz pranë ambienteve ku kalojnë qindra fëmijë çdo ditë? A monitorohet realisht situata apo gjithçka ngjitet në dorë të fatit? Mjafton të shohësh reagimet e prindërve në rrjetet sociale për të kuptuar nivelin e ankthit që ekziston sot.
Ka prindër që ndjekin fëmijët me vendodhje live në telefon. Ka të tjerë që presin me orë të tëra jashtë shkollave sepse nuk ndjen të sigurt t'i lënë vetëm. Dhe kjo nuk ndodh në ndonjë zonë lufte. Kjo ndodh në një vend që prej vitesh dëgjon propagandën për standarde europiane. Problemi është se shteti shqiptar shpesh sillet sikur siguria është luks dhe jo detyrim. Në vend që të ketë një plan serioz kombëtar për mbrojtjen e fëmijëve, kemi improvizim, deklarata politike dhe reagime sipërfaqësore. Shkollat kanë nevojë për perimetër sigurie real, për kontroll hyrje-daljesh, për monitorim të zonave përreth dhe për bashkëpunim konstant mes policisë, komunitetit dhe institucioneve arsimore. Por çfarë ndodh në realitet? Në shumë raste, policia shihet pranë shkollave vetëm në ditët kur ka aksione mediatike ose vizita zyrtare. Pjesën tjetër të kohës, prindrit mbeten vetëm me frikën e tyre. Kjo është arsyeja pse deklaratat politike nuk mjaftojnë më. Kur ministra Mirela Kubaro flet për shtim të policisë pranë shkollave, qytetarët nuk duan më konferenca dhe premtime. Ata duan rezultat konkret, duan të çojnë efektiv real në terren. Duan të ndjehen të sigurt kur lën fëmijët në mëngjes u kur ai kthehet në shtëpi. Sepse sot problemi nuk është vetëm kriminaliteti, problemi është humbja totale e besimit. Kur njerëzit nuk kanë më besim te institucionet, ata fillojnë të jetojnë në alarm të përhershëm. Dhe një shoqëri që rrit fëmijë me frikë nuk mund të quhet shoqëri e shëndetshme. Ne jemi bërë një vend që funksionon vetëm pas tragjedive. Vetëm pasi ndodh ngjarje e rëndë fillojnë analizat, mbledhjet emergjente dhe deklaratat dramatike. Vetëm atëherë kujtohemi se duhet më shumë policë, më shumë kontroll, më shumë vigjilancë. Deri atëherë, gjithçka trajtohet si egzagerim. Ky mentalitet është katastrofik, sepse siguria nuk ndërtohet pasi ndodh fatkeqësia. Siguria ndërtohet përpara saj. Dhe ndoshta kjo është akuza më e rëndë ndaj institucioneve shqiptare. Mungesa e kulturës së parandalimit. Ne nuk parandalojmë asgjë, as krimin, as dhunën, as drogën, as pasigurinë pranë shkollave. Ne thjesht presim shpërthimin e problemit dhe më pas përpiqemi të menaxhojmë zemërimin publik. Në këtë klim pasigurie, edhe elementët më të vegjël bëhen burim frike. Prania e personave të panjohur pranë shkollave, grupet e dyshimta apo individ që qëndrojnë për orë të tëra tek angjellat krijojnë automatikisht shqetësim te prindje. Dhe kjo ndodh sepse mungon informacioni, mungon kontrolli dhe mungon komunikimi i qartë nga institucionet. Një shtet që nuk arrin të garantojë sigurinë psikologjike të prindërve ka humbur shumë më tepër se sa kontrollin e territorit. Ka humbur besimin e qytetarëve. Sot shumë prindër nuk ndjehen më të sigurt as në shkollë, as në rrugë, as në parqe dhe as në transportin publik. Pasiguria është kthyer në normalitet, dhe normaliteti i frikës është shenja më e rrezikshme një shoqërie që po mpaket moralisht. Në fund, pyetja mbetet brutale dhe e dhimbshme. A duhet të presim një tragjedi tjetër që të kujtojmë se fëmijët nuk mbrohen me propagandë, sepse çdo ditë që kalon pa masa reale është një tjetër ditë ku prindërit jetojnë me ankthen se shteti mund të mungojë pikërisht në momentin më të rëndësishëm.